Ju përshëndes nga studio e emisionit Intervju këtu në Euronews Albania. Kam kënaqësinë që këtë pasdite të jem me zonjën Majlinda Bregu. Mirë se erdhe, Majlinda, shumë kënaqësi që të se gjeta, Mirela. Dhe në fakt kam kënaqësinë të kem në studio komisioneren e Komisionit Pan-Europian për Klimën dhe Shëndetin, Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Na sqaro pak tani çfarë është ky pozicion për ju? Se nuk jam mësuar edhe unë që të hapen emisionet ose zakonisht ndrejtohen gjithë me Majlinda më shumë se sa me titull që vinë edhe hikin të punëve shumëta që bën njeriu në jetë, domethënë. Është një domethënë më saktë, Organizata Botërore e Shëndetësisë vendosi që të ngrinte një komision me përfaqësues nga gjithë Europa, me politikan, shkencëtar, mjek, ministra, ish ministra, për të sjellë në vëmendje që tashmë çështjet të cilat deri dje i kemi parë si çështjet të ndryshimit të klimës, sa nxehtë është vera, sa e përballueshme po bëhet, apo ndotja e ajrit e cila tashmë ka krijuar më shumë sëmundje se sa mund të parashikonin protokollet mjekësore dje, apo siguria ushqimore, kur ne të gjithë jemi të prekur, sepse mund të përkthehen pesticidet që përdoren për ushqime, dhe ky është një diskutim që e bëjmë gjithë për ditë, mund të na kthehen nesër në një bombë ose është një minë me sahat pikërisht për shëndetin. Dhe jo pak besoj që ne të gjithë flasim për shtim të rastit të sëmundjeve, për shembull si kanceri, s'po nisim aq bukur këtë emision, apo për humbje të jetës nga inxeti në verë, apo për çështje të shëndetit mendor, të cilat vijnë nga traumat, për shembull, sikurse mund të jenë traumat e ngjarjeve madhore si tërmetet, pandemitë, përmbytjet, zjarri e tjera me radhë. Prandaj për t'i dhënë një mundësi që tashmë të mos shihen më si probleme të klimës apo të ambientit, por si çështje të cilat realisht prekin të rinjt, fëmijët, të moshuarit, të shëndetshmit, por agravojnë dhe rëndojnë më shumë dhe të smurët, OBSH-ja vendosi që të krijonte një komision për të bërë rekomandime të reja për të gjitha, jo vetëm për Ministritë e Shëndetësisë, por edhe për fakultetet e mjekësisë, pra për mjekët e rinj, për t'ju dhënë mundësi që të lidhin zhvillimet e fundit dhe gjetjet e fundit të shkencës me sëmundjet. Pra, çfarë ndodh në ambient dhe si ndikon për shembull tek sëmundjet e reja apo tek shtimi i rasteve që kemi sot. Dhe pjesa e grupit atyre që janë marrë me politika dhe me politikë bërje, ku një prej cilëve jam dhe unë, do të merremi kryesisht me përkthimin e propozimeve nga mjekët dhe nga shkencëtarët në rekomandime konkrete për gjitha vendet e Europës. E kuptoj. Një përvojë e re. Një përvojë që na çon edhe në fakt nuk është se kisha menduar ndonjëherë të drejta që mund të merresh edhe me çështjet e një tjetër dimensioni joti, por ti në çdo pozicion që ke pasur në jetën tënde ti ja ke dalë shumë mirë. Edhe unë do kthehem në kohë të lajmet. Ke pas dhënë lajmet në televizionin publik shqiptar me këtë xhaketën me vata. Siç është sot moda prap. Po. Gjithmonë ke qenë power dressing sot prap. Po. Çfarë të i kthehesh lajmeve ose apo thjesht është një moment që ti e sheh si i kthehem shpeshherë të gjitha gjërave që kam bërë, sa nganjëherë më duket se më ka ardhur mosha për pension. Sepse kaq shpejt kam nisur punë. 17 vjeç, do në 18 akoma si kisha mbushur, kur sapo konkuroja për fakultet, dhe pastaj fillova si studente dhe njëkohësisht bashkëpunoja edhe me televizionin shqiptar. Mu dëshet zbrisja në studio me njëherë, domethënë, për shkak se mungonte një nga speakerët, dhe prej atij momenti filloi edhe pjesa e dhënies së lajmeve pastaj. E cila më vonë edhe ajo ndryshoi pak e pak, sepse unë mbarova fakultetin, u fokusova më shumë tek çështjet sociale, kalova pastaj tek pjesa e dokumentarit investigativ për çështjet sociale, kështu që ishte, le të themi, një ecuri edhe një përvojë cilës i kthehem me të vërtetë me kënaqësi. I kthehem edhe me mall për të gjithë ata me cilët kemi punuar, tashmë një pjesë prej tyre janë në pension dhe kam me shumë qejf edhe kur takohem, me shumë dashuri edhe kur takohen dhe mbaj mend njëri tjetrin për ato vite ku kishte pak më shumë ose kishte model profesionalizmi më të qartë dhe dëshirë për të transmetuar vlera profesionale më të qartë se sa nxitimi i sotëm për klikime. E vërtet është dhe
Ajo gjë që, shikon, nuk është se ndryshon shumë nga Majlinda aty, dhe ajo gjë që ty të ka mbetur edhe atëherë, dhe tani është që ti flet drejt me publikun. Jo vetëm aq. Dhe atëherë, kur dilje, ti kishe një ajër tjetër se ishe shumë e drejt për drejt. Do të thënë, kështu si që flet, ke folur dhe ministre, zëdhënëse, të gjitha në pozicionet e tua, ti ke folur që atëherë. Ku ke njërës që të njohin se koha e Facebookut në ka prezentuar vetëm me... Jo, dhe kur jepje lajmet, për shembull, ne i vidim lajmet e ty, sepse kuptonim lajmin edhe dilje ti, përveç modës që do flasim më vete, se që atëherë do e thënë të ke qënë me modën aleate. Vjen përfshirja në politik, kopi i famshëm. Si ishte përfshirja jote në kop? Pastaj vjen parlamenti. Kjo është parlamenti, kjo është një foto me... Kjo është një foto për shembull dhe një moment shumë emocional që më theve te kjo foto, cilën e mbaj mend shumë mirë, sepse është edhe një nga fjalimet më emocionale në parlament. Në 98-ën pata një ftesë me një vizitë nga Linda Ihsani, e cila nuk jeton më, në shtëpi, sapo kisha lindur vajzën, që më ftonte që të bëhesha drejtore e televizionit ATN. Dhe sigurisht duke përcjellë dhe duke sjellë një mesazh nga kryetari i Partisë Demokratike në atë kohë, dhe sot, Sali Berisha. E refuzova sepse isha shumë shpejt, domethënë, dhe nuk doja, duke ditur se çfarë ngarkese ka televizioni, nuk doja që të lija vajzën që sapo ishte bebi vogël dhe të merresha për të ndërtuar një televizion. Dhe pastaj televizionin e mori dhe e drejtoi prap miku im Sokol Eudashi. Prej atij momenti ishin angazhimet e para direkte në politikë, edhe diçka më parë në 97-ën, ku bashkë me një grup zonjash nga PD-ja kishim shkuar në Vlorë për të krijuar atë çarin e parë të akullit, kur në Vlorë nuk hynte dot asnjë nga Partia Demokratike. Derisa në 2004-ën pastaj erdhi ftesa e dytë, ripërsëritur, për të marrë pjesë në Komitetin e Orientimit Politik në Partinë Demokratike, të cilën mbas disa diskutimeve në shtëpi, me prindrit, me vjerrin, sigurisht me tim shoq, pra familje cila kishte vuajtur nga politika gjithë jetën në përburgje në për internime, thash, okej, tani do të hy në politik, pavarësisht se nuk e harroj, vjerrim tha gjithë jetën politika nuk kemi parë hajër, pavarësisht se unë mbështesë dhe them që shumë mirë, por me kujdes. Me sa duket profecitë e të moshuarve nga një herë janë dalin gjithmonë, në fakt, sepse ti mund të nisesh me shumë kujdes, po varet se me sa kujdes vinë rrethana dhe si trajtojnë pastaj tjerët me kujdes, plus që politika është gjithmonë një botë patriarkale, kështu që për gratë bëhet një çik gjithmonë e pamundur. Kjo ishte. Pastaj nisi karriera politike, pastaj nisën fushatat politike, pastaj nisi angazhimi i përditshëm politik, pastaj nisi jeta politike, të cilën në vitet e para nuk e kuptoja, por më vonë kuptova që më pëlqente. Ministre, 2007-2013, mos ka bërë? 2007-2013 në Ministrinë e Integrimit, mbasi u largua Renca Trashani, që ishte ministre e parë e integrimit me qeverinë Berisha në 2005, dhe zëdhënëse e qeverisë. Madje besoj që Sali Berisha ishte më tepër i grishur nga pjesa e zëdhënësit të qeverisë dhe ministre e integrimit që duke patur parasysh dhe informacion për gjithë gjërat që ndodhnin në qeveri, e kishte më të lehtë pastaj që të bënte propagandën e arritjeve dhe si ministre e integrimit. Por vite shumë aktive, vite të vështira, vite të bukura, kur u shtresëzua dhe mori rrugë procesi i integrimit evropian, ku përfunduam disa nga arritjet më të mira dhe e lam Shqipërinë gati në 2013 për marrjen e statusit vendit kandidat, i cili erdhi vetëm 6 muaj më pas. Një proces cilin aso kohë unë besoja se do të shija Shqipërinë shumë shpejt në Europë, por më pas, si që po ndodhe dhe si që është sot e kësa dite, jemi ende dëshmitar të një rrugtimi i cilin fakt ka qenë shumë i ngadalt dhe jo vetëm për fajin tonë. Shiko, se dua të bëj këtë pyetjen e Europës, edhe kam shkruar në fakt. Europik EA është pyetja më e mirë që mund të të bëja nisur nga libri jot, se ne jemi me Europën akoma IKEA. Dhe ku jemi ne me integrimin në këtë IKEA me Europën, na e bën me sy, a bëj me sy, thot kryeministri për shembull, martohemi, smartohemi, nuk e di. Ku jemi ne me Europën, fakt? Tani këtë pjesën e batutave, le t'ja lëm kryeministrit. Ky nuk është proces sloganesh, në fakt, dhe aq më pak nuk është proces batutash. Është një proces i cili për gjitha vendet e Europës lindore,
përfshirë edhe Shqipërinë, edhe të Europës qendrore në vitet e para, përfshirë edhe Shqipërinë dhe vendet e tjera të Ballkanit, është një proces i cili ka vullën ose ka meritën e diktimit të reformave më serioze që ka bërvendje në periudhën postkomuniste. Duke parë gjithmonë si një datë finishi dhe si ditën e realizimit ton ose të ëndrrës ton shekullore të rilindasve që dita e bekuar do të vinte kur të lindte nga perëndimi. Kjo mund të jetë metafora më e bukur për këtë proces. Dhe në këtë proces janë angazhuar fatmirësisht të gjitha forcat politike që kanë qenë në Shqipëri, të gjitha qeveritë që kanë qenë në Shqipëri, pa identifikuar fatmirësisht përsëri, por mbase jo vetëm çështje fati, por çështje vetdije kombëtare dhe një identiteti evropian, as sot e kësaj dite, as një kundërshtar për procesin antarësimit të Shqipërisë në Europë. Këtu në fakt jemi vendi i pozicionuar më mirë nga gjitha vendet e tjera të rajonit. Ne nuk kemi flirtuar për një rrugtim ndryshe se sa rrugtimi europian apo ëndra jon euroatlantike. Më thënë, është një proces i cili ka qenë i ngadalt, i zvarritur, por deri diku për fajin ton apo për rolin ton që shpeshherë i drejtohet vandalizmit politik dhe azgjësimit të tjetrit dhe të kundërshtarit, sot për sot ka një moment për cilin gjithë duhet të themi faleminderit Ukrainës, sepse Ukraina solli një vëmendje të re dhe e ktheu procesin në shina gjeopolitike më shumë se sa teknokratike. Sot thash fal Ukrainës dhe luftës që ndodhi ose sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, pati një vëmendje të re për zgjerimin. Unë uroj shumë që ne dhe Shqipëria të jetë vendi i parë. Duhet kemi një gjë parasysh, mbyllja e negociatave nuk është garancia përfundimtare për të qenë vend antar, pasi vendimi, siç e dimi, takon vendeve antare. Shpresoj të mos ketë ndryshime në vendimin për zgjerimin. Shanset i kemi maksimale. I kthemi fotos që the është emocionale në parlament dhe unë dua të di historinë pas asaj fotoje. Kjo është një foto tipike zemrimi dhe lodhje ose fyerje, edhe fyerje, nga pjesa le të themi e dëshirës për të ofruar dhe për të patur një konsensus mes gjithë forcave politike për integrimin. Ky është një moment kur kishte filluar sulmi nga partia ime, nga miqësia dhe nga grupi. Çfarë viti është kjo? Normalisht duhet të jetë diku është nga fundi 2015-2016, sepse kemi qenë mbas një takimi në Bruksel, kur bëhej fjalë për të miratuar, mbaj mend, një rezolut, ku doli u bë gati si me një batutë e imja me Aldon atko Bumçit. Dhe unë para se të kthehesha në Shqipëri, kishte filluar sulmi që ne nuk votojmë, nuk i japim shansin kësaj magjorance narkotrafikantësh të korruptuar që nuk na çon dot në Europë, Partia Demokratike ka qendrim tjetër, ka qenë koha e palavdishme e Lulzim Bashës, sekretar partie, dhe unë jam kthyer nga Brukseli natën dhe kam mbajtur një fjalim atë dite ku pikërisht këtë gjë them, që unë kam hyrë në politikë duke besuar tek të vërtetat dhe pjesa e integrimit evropian të Shqipërisë u kthye në një yll polar të karrierës time politike. Por megjithatë, të vërtetat e mëdha kështu nisin. Fillim janë blasfemi dhe të akuzojnë gjithë, por pastaj i bashkohen gjithë rrugës. E kuptoj. Dhe e vërtet, në fakt, të gjithë i bashkuan më pas rrugës, duke kërkuar një konsensus kombëtar për çështjet e integrimit e tjera me radhë. Por domethënë kjo ishte vetëm dukja e një sulmi i cili kishte nisur, po konfigurohej me akuzat e bashkëpunimit me maggjorancën, sepse sa herë që kërkoje votim apo një qëndrim në unison kombëtar, pra, edhe në parlament gjithë bashkë për çështjet e integrimit evropian, në ato vite kisha shumë të lehtë që shtohej ngjyra e lakmusit, domethënë e letrës e lakmusit, bëheshe më shumë tradhtare se sa kontributore. Po mirë, nuk ndryshoje doti të bëje sikur jo, unë s'jam me maggjorancën, jam me ju për shembull. Jo, unë nuk e di të kem qenë asnjëherë në fakt me thënë drejtën me maggjorancën dhe kjo pjesa megjithatë të gjitha palët e kanë lozur shumë mirë këtë pjesën e këtë lojën për të nxjerrë nga rreshti, secili përfitonte në formën dhe në mënyrën e vet. Unë besoj që kam pasur një qëndrim drejt dhe nuk më duket se koha ka provuar të kundërtën. Kam pasur një qëndrim drejt sepse e kisha vuajtur historinë e bllokimit kur kisha qenë vetë ministre e integrimit dhe kur ishim në qeveri. Kemi bllokuar për më shumë se 3 muaj nga opozita atëhershme për sebepe të cilat nuk ishin as serioze. Rregullore parlamenti, ku diun kryetari i Qarkut Firit, kishin vendim fare me integrimin.
Dhe mendoja që procesit mos bllokohej, ne duhet ishim të mos bënim atë që na kishim bërë, paktën kur kishim qenë vetë në majorancë. Por nuk kam asnjë pishman me thënë drejtën, sepse do të isha ndjerë keq në rast se koha do të më kishte nxjerr humbse në mendimin dhe qëndrimin që kam patur. Për sa kohë më ka dhënë drejt, pastaj nuk kam asnjë pishman. E kujton kohën si deputete me Berishën me Bashën, çfarë të sjell ajo kohë kur e kujton? Mbasi humbët, pra mbas vitit 2013. Jo, kjo nuk është besoj foto. Po, kjo është foto në opozit. Po. Por sigurisht e kujtoj shumë mirë të gjithë. Unë kujtoj çdo gjë në fakt nga të gjitha. Kujtoj episode, kujtoj ngjarje, kujtoj qeshje, kujtoj nënqeshje, kujtoj sulme të ndyra, kujtoj kolegë apo ish kolegë në media të cilët harronin fare, domethënë, dhe e merrnin ta shëtemin për kallop dhe e bënin lajm. Kështu që i kujtoj të gjitha. Edhe po të mos i kujtoj një pjesë i kam screenshot, kështu që i kujtoj her mbas here dhe i ruaj. Si dihet në jetë, mos harroj dhe unë në dite, të paktën të di se kë kam përballë, mos më shfaqen me. Kështu që i kujtoj të gjitha. Partia Demokratike ka bërë një cikël si, në fakt, një pjesë e partive, le të themi, postkomuniste në të gjithë Europën lindore dhe qendrore. Kishte një leadership i cili ishte një leadership në një model heroj, pra një leadership i cili ishte themeluesi i partisë së parë opozitare dhe një militantizëm i cili ishte shumë pro modelit të liderit hero, pra figura kryesore e legjendës politike. Dhe më pas arriti të mos krijonte për shkak të më vjen keq e përsëris se s'kam asnjë gjë tashmë, sepse Lulzim Basha e konfirmoi veten me zgjedhjet e fundit që në politik o bën o s'bën si përfundim, domethënë është e kotë që mund të zgjatet kjo koha për të marrë këtë tabelën apo nënshkrimin, po o bën o s'bën. Nuk është në një qamet mos bësh për politikë, se ka gjëra plot njeriu mund të bëjë në jetë, s'ka pse. Por Luli e zgjati pak si shumë këtë pjesën e të kuptuarit që nuk bënte për politikë. Nuk ishte fajti tërësisht. Partia Demokratike ju dhurua nga kryetari legjendar, nga Sali Berisha. Me sa duket një kur jepet diçka dhurat, as dhimbja, as dëshira për të ndryshuar, ose nga një anë shef si lodër, për cilën duhet vetëm ta gëzosh, por jo ta zbërthesh edhe të të krijojë imagjinat, kështu që shumë vite shkuan dëm. Mua më vjen keq sepse tash jo vetëm në planin personal, por edhe në një perspektivë pak më të gjatë, sepse tani nuk dua as të rikthehem dhe të bëj historikun e marrëdhënies time me në ato vite ose gjatë gjithë kësaj kohe në Partinë Demokratike, por më vjen keq që Partia Demokratike me ndërgjegje të pastër dhe pa dhimbje vrau një grup të mirë politikanësh. Dhe këtu nuk po i vë emër. Ne jemi larguar me një vendim nga politika dhe e pam veten si një grup jashtë në momentin kur na përzun nga politika. Shoh edhe komente njerëzish shpesh herë tani, pavarësisht se lexoj shumë pak, por qoftë rrjetet sociale, që këtë momente kanë fshirë nga kujtesa, nuk e din. Asnjëri nga ne nuk ju largua Partisë Demokratike, kur them nga ne, të gjithë ne, që në një ditë të bukur, unë, Ridvan Boda, Astrid Patozi, Josefina Topalli, Merat Kelti si ishte në atë kohë, një tufë, të më thënë ishin deputet, një grup i mirë, u larguan nga Partia Demokratike me një vendim me një të rënd të lapsit. Problemi është që në politikë nuk e bën dot një njeri politikan vetëm se emëron politikë. Dhe eksperimentet e mëpasshme pastaj, me njerëz të emëruar dhe të vënë vetëm si emër për të plotësuar listat zgjedhore, të cilët hynë në parlament mbas bojkotit parlamentit nga Partia Demokratike, e bën akoma më qesharak misionin e politikanit. Por është ndryshe dhe më e rëndë të jesh qesharak kur je politikan në opozit, se sa politikan në majorancë. Në majorancë të mban pushteti. Pushteti ka tjetër aura. Ka njerëz të cilët kanë nevojë për të përfituar, ka njerëz të cilët kanë nevojë për zgjidhur hallet. Dhe pushteti ka tjetër imazh gjithmonë. Ka imazhin që të zgjidh. Kurse opozita nuk e ka luksin që të ketë politikan qesharak. Nuk e ka luksin që të ketë palaçon politik. Dhe fatkeqësisht kjo gjë ndodhi me Partinë Demokratike.
zgjati për shumë vite dhe u kthyem në atë pikë ku prapë them, më vjen keq, por ato gjëra për cilat unë nuk jam Partinë Demokratike dhe për cilat akuzohesha në 2016-2017 se bashkëpunoja me majorancën, duke i thënë që ne do të humbasim, kështu nuk mund të vazhdojmë përpara, ne nuk mund të kemi të njëjtin nivel të mos kontrollit të partisë në të strukturave me radhë, gjitha ato ndodhen. Dhe Partia Demokratike humbi formën e një partie e cila mund të ishte zgjedhja kryesore për të zëvendësuar majorancën, jo vetëm në zgjedhjet e fundit, por edhe zgjedhje më përpara. Edhe më përpara. Nuk po përmend këtu retorikat të them të abuzimit, të vjedhjes votës, të manipulimit, janë që të gjitha prezente. Po flas për formën politike të forcës politike të cilës unë i përkas. Dhe këtu mund ta them me keqardhje që gati nga një herë më duket sikur nuk ka as dëshirë për të rikthyer në forcën dhe në fuqinë në formën që kishte më parë. Po bën gjithçka Berisha ta rikthej PD-n apo si e shet tani? Jo, jam shumë jashtë tani për të bërë analizë, ose për të thënë që dëgjoj se kjo është mirë, kjo është keq. Dhe me të thënë drejtën nuk më pëlqen kjo historia e kritizerit nga një situatë më komode. Është ndryshe të bësh opozitë në këto kushte dhe është ndryshe që të flasësh dhe të japësh mend. Për dhënë mend janë gjithë gati. Unë them që flas me shqetësim dhe nga kjo anë nuk dua të keq kuptohem nga askush. Unë i kam miq ata që janë Partinë Demokratike sot, sikurse ka shumë që janë Partinë Demokratike deputet që nuk i njoh fare. Po kjo nuk do të thotë domethënë që nuk i vlerësoj për kontributin apo për mundin politik. Por Partia Demokratike ka një nevojë urgjente t'i largohet antagonizmit. Ka një nevojë urgjente t'ju flasi problemeve dhe halleve që kanë njerëzit. Ka një nevojë urgjente të mos ketë nevojë vetëm të evidentoj se sa e keqe është qeverisja, por të jap ofertën më të mirë dhe zgjidhjen për problemet që janë sot madhore, kryesisht edhe për të rinj të cilët nuk njohin as Majlinda Bregun në politik dhe e kanë parë Sali Berishën në politik ose e kanë dëgjuar nga prindrit e tyre. Unë kam ndjekur fushatën edhe për mos të thënë fare, rrallë herë kam dëgjuar një njeri politik që të flasi kështu. Më vjen shumë keq, por më duhet ta them këtë, Maja, jo për të ta thënë ty se të kam në studio, por besoj që dhe ata që ta ndjekin e kuptojnë këtë. Jo, unë besoj se njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë për veten. Kanë dëgjuar boll për Edi Ramën. Kanë dëgjuar shumë për Sali Berishën. Se Rama është në territorin e tij. Jo, po them në përgjithësi. Dhe ne nuk duhet mendojmë se duke qenë se ne kemi këtë model dhe këtë stil leadershipi sot, pra ke burra, të cilat i tregojnë vendin njëri tjetrin, kush e kush tjetë më i fortë për t'i thënë tjetrit fjalën e fundit. Dhe duke qenë se kemi këtë model dhe stil leadershipi, njerëzit duan pikërisht këtë. Dhe me qenë se ka fituar Partia Socialiste një mandat të katërt, është ajo forcë që i duhet vendit. Jo, nuk është kështu. Është kështu sepse ne kemi humbur sot dhe i kemi krijuar atë që demokracia nuk duhet ta kishte, të paktën në një Shqipëri e cila ka vuajtur 50 vjet në një regjim komunist, i kemi hequr shansin e zgjedhjes. Sot ti mund të kesh një sistem demokratik në Shqipëri, por ti nuk ke një sistem me shans zgjedhje. Kodi zgjedhor dhe sistemi zgjedhor nuk i jep mundësi as partive të vogla, as partive të reja, ja ku jemi sapo dalim nga zgjedhjet, që të sjellin një ndryshim. Kjo është e para. E dyta, elektorati ynë është i mësuar vite e vite të tëra të jetoj mes një dualizmi e majt e djathtë. Pra, e majta dhe e djathta përfaqësohen vetëm nga dy pole të mëdha. Ndërkohë që nuk e sheh këtë tendencë sot të rendjes vetëm tek e majta dhe e djathta klasike si dikur në asnjë nga vendet e tjera europiane. Prandaj ka koalicione edhe me parti ekstremesh, sepse çështjet që sjellin partitë e tjera, ne me të vërtet mund të mos jemi dakord, unë s'jam dakord për shembull me ekstremet e të djathtës në Europë. As me ato të majtës. Nuk do të isha dakord as me partitë që vinë për shembull vetëm me agjendën e gjelbër. Por sjellin çështje të cilat partitë e mëdha, të mbetura në llogoret e ndarjes së majtë e djathtë, nuk kanë arritur që t'ia sjellin elektoratit. Dhe në Shqipëri është problem edhe më i madh. Ne nuk kemi institucione shumë të forta. Ne nuk kemi një shoqëri civile e cila të shfryj këtë pjesën e cila mbetet gati domeni dy forcave politike. Ne nuk kemi një media të pavarur, ne gati rendim vetëm mbas memeve dhe klisheve, gjithë kohën, do duhet patjetër që dikush t'ju flasë këtyre njerëzve. Kjo nuk është naivitet politik. Kjo është sot rruga e vetme në rast se duam që të rinjt mos na kthejnë kurrizin gjithëve,
E kuptoj. Rinumërimi për shembull? Unë nuk presit cilë ndryshim rinumërimi të them të drejtën. Megjithatë për këtë sistem zgjedhor kam pas nuk është një sistem i ri tani, duhet të them dhe këtë, por për mënyrën dhe zgjedhjet e kësaj radhe kam pas një bezdi shumë të madhe. E para më bezdisi fakti, ja u kam thënë të gjithë mikeshave të mia që ishin në garë, më bezdisi fakti i grave të lëna në pjesën e hapur të listës për të kandiduar dhe për të kërkuar vota, pra për të bërë copash gjithë ditën për të kërkuar vota, edhe kundër njëra tjetrës. I futin në një garë të pandershme, duke thyer dhe duke kthyer pas të gjitha të përpjekje që kemi bërë para shumë vitesh për të sjellë sa më shumë gra në politikë bërë. Nuk është se politika ndryshon katërcipërisht se ti ke më shumë gra. Por politika ka një mundësi përfaqësimi pak më të barabartë duke i pasur të dyja gjinit. Dhe fakti që sot gratë u lanë jashtë një pjesë prej tyre dhe rendnin gjithë ditën për të kapur njerëz dhe për të bërë vota, të cilat në fund të ditës vetëm se nxisnin një lloj përplasje dhe rivalitetit të pashëndetshëm, sidomos kur bëhet fjalë për gratë që janë gjithmonë më të pakta në numër. Për mua kjo ishte një nga gafat kryesore të kryetarëve të partive politike. Vendet e sigurta në listë nuk mund të jenë vendet e sigurta vetëm për burrat. Dhe po ta shohësh në fushata, po ti kthehesh fushatës, për shembull në Partinë Demokratike, fushata zgjedhore në media, në përfaqësim përveç kryetarit edhe me radhë, është mbajtur nga Jorida Tabaku, është mbajtur nga Ilda Zhulali, është mbajtur nga Jozefina Topalli, që merrej me çështjet e diasporës, dhe një pjesë atyre të cilët kishin vend të sigurt në listë dhe ishin vendet e para, unë nuk i pash të drejtën fushat. E qartë, nga të dyja partitë ishte kjo, në të dyja forcat. Po i kthehem, po flas për pjesën e... Nuk e di, ofertë politike ke pasur, se u ktheve, mbarove dhe punën, jashtë edhe derisa ke këtë punën tënde të re, cilën e thamë që në fillim të emisionit, ishte një periudhë vakumi edhe natyrisht që për personalitetet tilla bie telefoni. Si kupton ofertën ti që të... Jo, oferta politike, jo që hajde të kesh pjesë, por bazuar të kjo përvoja që ke, që për aq minuta sa ne folëm, ti zbërtheve një fushat elektorale, edhe erdhet e njerëzit. Për këtë them unë, ke ofertë të denjë për atë që je? Jo, as të denjë dhe se pjesa e angazhimit politik në fund të ditës si edhe e vendos dhe thua, okej, unë duhet një s'po them sebeb, domethënë duhet një bisedë. Jo, nuk kam patur asnjë ofertë politike, nuk kam patur asnjë kontakt, po flasim për Partinë Demokratike, besoj se po pyet se për forcë tjetër politike. Them drejtën dhe unë isha në një periudhë mbarova 6 vjet kur prapë them u largova nga Shqipëria sepse e mendova zgjidhjen më të mirë në një moment kur na thanë dilni jashtë dhe nuk është shkollaj ti është 2017-2019 ti ishe... 2017 unë isha 43 vjeç, një njeri që, si që thamë pak më parë kështë filluar punë 18 vjeç, një njeri që nuk di të ri dhe kjo duket, nuk është se them në një gjë këtu që bëjnë i këshërit, më thonë nuk jam një njeri që më pëlqet divani, koltuku dhe jam mësuar të ri dhe them hajtë se po bëj pushime, dhe më thonë unë jam njeri që punoj. Dhe normalisht do të bëja, a mund punoj të edhe t'ishe në opozit, sigurisht mund t'isha dhe në opozit, po më thanë që s'kemi nevoj për ty, dhe kjo gjë nisi nga 2015, nuk nisi në 2017. U realizuan 2017, thanë ti nuk na duhesh sepse ka gjithmonë më të mirë dhe sigurisht që ka shumë më të mirë. Jam shumë kurioze këtu. Tu që do të punoja diku, dhe ka nevoj të punoj njeriu. Tu tha kjo që je overqualified, je mbi pritshmëritë tona ndaj... Jo, mi Mirela, se të thuash këtë është si të pranosh që ke dështuar vetë. Zakonisht, sidomos në parti politike të thonë që ti s'bën. Ti je tradhtar, ti nuk bën gjëra të këtij lloji, nuk të thotë njëri që dëgjosi je shumë i mirë për ne. Ka gjithmonë më të mirë. Dhe ne nga kjo historia e mendjemadhësisë në përgjithësi si kombe dhe si
E kuptoj. si identitete dhe personalitete vuajnë pak, domethënë, nga kjo ego, unë jam më i miri, unë jam... Është ballkanike apo vetëm ne? Se ti tani punon dhe i nje gjërat në rraf Jo, s'do të tjetër. thosha se është ballkanike, është me bazë personalitetesh, por politika këtë gjë e ka pak më të... Në politikë gjem pak terren për të lullzuarin qik më shumë. Megjithatë ti u largove, 2019-2024, shkove punove si sekretare përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunimin Rajonal, se dua të jem sakt, në një pozicion krejtësisht e larguar në sensin politik të fjalës, në valencën politike, dhe të vish në vitin 2024. Jo, unë jam njeriu që në krye të Këshillit Bashkëpunimit Rajonal, njeriu, domethënë, po them, është drejtuesi në krye të Këshillit Bashkëpunimit Rajonal që kam bërë 7 gara. Dhe ky është një moment në fakt shumë interesant. Domethënë, unë jam zgjedhur nga 13 ministrat e jashtëm të Europës Juglindore, me vot. Me vot, në 2019, ku Shqipëria është një nga vendet anëtare të Europës Juglindore. Sigurisht që Shqipëria më ka votuar dhe mbështetur ka votuar pozitivisht. Unë pres domethënë që të të votoj kundër vendi yt. Nuk besoj që ka njëri legjitimitet që nëse votohet kundër nga vendi të vazhdojë një detyrë. Dhe gara më e dhimbshme ishte kur Kosova vendosi të kandidonte kundër me një kandidat saj. Pavarësisht se vendimet këtu merren me konsensus, që do të thotë që kishte një qartësi shumë të mirë që për vende anëtare të Bashkimit Evropian të cilat nuk e njohin Kosovën, ose Serbia, ose Bosnia-Hercegovina, mund vendoste veton. Pra, humbiste dhe Shqipëria, humbiste dhe Kosova, edhe sikur të ishte në rastin më të mirë. Ajo ka qenë gara më e dhimbshme për mua si shqiptare, e cila kisha peshën e neutralitetit në një organizat për 13 vendesh, por me 47 vende anëtare nga i gjithë bota, por nga ana tjetër edhe atë empatin për të qenë gjithmonë shqiptare, pro-shqiptarve kudo që ishin në rajon. Do të ndalim këtu, them më kanë ndjekur luftrat. Të vjen keq që të kanë ndjekur luftrat, ke dhimbje, ke një dhimbje, se ti se jep dhimbjen, ti je një njeri që s'kuptohesh. Shpesh herë mendoj që ka ca lodhje që janë të tepërta. Më thënë, mua më pëlqen të drejtoj, më pëlqen leadershipi. Dhe sikur se më pëlqen shumë që të kem një ambient shumë të mirë me ata që punoj, dhe një marrëdhënie shumë të mirë. Stafin, kryesisht gra, cilave... Që ti nuk i ndroni, merr me vete, në ministri, po edhe kur s'ka mundësi, edhe aty ku gjej, kryesisht ju besoj shumë pjesës dhe e them me shumë krenari që gratë janë më të mirat. Nga një anë mund kisha pasur në një moment edhe pak më qetë, mund kisha qenë edhe pak më qetë. E provokon ti vetë luftën për balljen? Po nuk them se provokoj, po kujdi unë se tërheq ca re, domethënë, se di unë, kujdi unë. Ose duket një gjë që bëj unë dhe pastaj thon mbrapa, ua, po prit tani se duhet bëll. Kujdi unë tërheq rete dhe i kam tërheq rete gjithmonë, me sa duket, kështu që... Po ju del për ballë reve ti, nuk e frikë. Foto që pas ke vënë. Këto foto ti vura sepse janë momente komplet. Këto janë momentet e tua dhe mua më pëlqejnë të gjitha këto momentet, është gjendja jote. Çfarë do gjë të ndodhi ti je Majlinda te të gjitha. Këto re pare ti nuk ke arritur asnjëherë të të ersojnë ret ty. Po, mbase, por unë them që ka momente sa duash për në ato që të ti, që unë në përgjithësi e kamufloj edhe dhimbjen edhe vuajtjen. Absolutisht. Një grua e suksesshme, gjithmonë shoqërohet nga komente. Maja, gjithmonë. Ajo është e egër, ajo është arrogante, ajo është e fortë. O, si është ajo, ma atë ajo, ashu, duket ajo, po që është një ajo për këto që s'bërtasin, do me thënë. Të gjitha ne kemi nga një. Dhe dhe kur bërtet, pse bërtet? Kur s'bërtet, kjo s'bërtet, por si pule shushatur, kur bërtet si shtrik. Kur ri e shtrik, do me thënë ka ca kështu gjëra që të një qa ndodh me këto gratë e kur përqafohen burrat me gratë janë të sukseshëm, kur gratë përqafohen me burrat dhe me kolegë janë kanë fjallën tjetër dhe me radhje gjithë kohën. Cili është elementi X për gratë e sukseshme? Elementi? X. Elementi X për gratë e sukseshme është. Nuk ditë ta them, është vetja, ka që vendosmëria. Këto fjallët të kanë tronditur ndonjëherë? Diqo. Këto komentet? Ka periuda, për shembull këto vitet 2015, 2016, 2017 në opozit, do me thënë, kur tash më shumë se sa tronditje ishte fyerja, që ti çfarë do lloj gjëje që të mundohesh të bësh, duket se ishte përgatitur dalja jote. Pse? Sepse flisje pro reformës në drejtësi,
kur partia jote nuk fliste, pastaj partia e votoi, pse kërkoje që të votoheshin tash ligjet ose të ishim në një krah për rezolutat e integrimit, kur partia jote thoshte jo, po pastaj partia e votonte, por kur e thoshte partia dhe ishte e mirë, por kur e thoshte ti përpara ishte tradhtare e gjëra të tjera, megjithatë dëgjoj. Unë po ta mendoj nganjëherë, dhe në fakt nuk e di nëse Josefina do donte që ta thosha këtë, po unë po e them. Një ditë duke di se çfarë ishte diçka, edhe po thoshim duke qeshur që në Shqipëri të paktën gjatë gjithë këtyre viteve, 2 gratë më të sulmuara kemi qenë të dyja. Më thënë, ne nuk kemi ngjashmëri me njëra tjetrën në pjesën e karakterit. Por për pjesën e sulmeve, më thënë, çfarë nuk dëgjon? Dëgjon turli gjërash, domethënë, të cilat ti thua o Zot se ku mund të jetë fantazia njerëzore. Sot nuk merrem më fare, sepse kjo pjesa e pushtetit të ignorantëve, sepse media sociale vendosi që t'ju jepte një akses për të qenë afër jetës tënde, ndërkohë që ti në jetën reale vë kufi me ata që nuk do, në pjesën sociale nuk i vë dot kufit. Kufiri vetëm është pasaj që të shkosh edhe të bllokosh gjithë. Kështu që këto nuk më shqetësojnë fare. Domethënë, kush të ketë kohë për të humbur ose kohë të lirë ose dëshirë ose do të shfryjë natin që ka në shtëpi me, ku diun, me njerëz të shtëpisë apo me partnerin në punë apo me gruan apo me tjerët, le të vazhdoj. S'ka rëndësi, nëse i bën të ndjehen mirë, punë e madhe, nuk më shqetëson. Ama, kur sulmet kanë prapavi për të dëmtuar ty, dhe kur prekin, ose reputacionin, dhe kur prekin familjen, dhe kur sajohen edhe prekin fëmit, pastaj kjo bëhet, këtu fillon pjesa që thua, po ta kisha ndorë, e di se që do të kisha bërë? Sepse në rast se njeriu nuk është i aftë të reagoj as për qënjën e vetë, atëhere je kot. Dhe këtu nuk ka më etik, dhe këtu nuk ka më parime pastaj, dhe këtu nuk ka. Kur fillojnë historia e mallkimeve, e sharjeve, të sulmojnë në mënyrë të padrejtë, dhe në fund të ditës pastaj është e kot që ti kthesh edhe përgjigje, sepse ti nuk e fiton dot luftën me ignorancën. Shko, ti ke bërë ligjin, ti ke qenë një ndër... Ligji nuk u votua. Po, një ndër nismëtarët e ligjit për të bllokuar komentet. Dhe atëherë nga i mora sulmet, nga të gjithë kolegët, shokët dhe miq tanë gazetar, kryesisht, dhe ja ku jemi sot, mbas kaq vitesh, kur jo vetëm të gjithë thonë që është e tepër dhe komentet, të paktën ato që janë me natyrë që ulin reputacionin e grave dhe të vajzave për cilat ishte propozimi im nuk duhet ekzistojnë, por vendet zhvilluara, Gjermania, s'po flas për vendet nordike, cilat e kanë parime tjera me radhë, kanë vënë gjoba për të gjithë portalet të cilët nuk fshin komentet që cënojnë dinjitetin, reputacionin e njeriu dhe sidomos të grave dhe fëmijëve. Ja ku jemi sot, ai ligj nuk është miratuar në parlament. Që në vitin 2015 ke qenë nismëtare e ligjit, ndaj e di shumë mirë këtë ecuri, megjithatë, ja ku jemi dhe ti je një grua shumë e suksesshme, që vazhdon të jesh e suksesshme, do jesh e tillë pavarësisht të reve që vinë dhe ikin se këtë punë do kenë dhe këtë punë kanë. Megjithatë, bëjmë pak publicitet në dyja dhe do flasim pjesën tjetër për modën, që është elementi jot, nuk është mod për mod, është elementi jot që të përshtatet, për Majlinda Bregun, që është një besimtare devotshme, me sa ti? Tu s'është dakord mami im që është devotshme, domethënë se... Po, ja, do ta flasim për gjitha këto në devotshmërinë. Në pjesën e dytë, në pjesën e dytë. Them studio, vazhdoj bisedën me Majlinda Bregun. Moda, veshja, fustani, flokët, gjithë shka të ty ka qenë në mënyrë harmonike. Dhe unë kështu të mbaj mend ty, që në ekran, që të kam parë për të parë, edhe tani që flasim. Pra ti ke mënyrën tënde me pak, jo me shumë, por e kombinuar dhe gjithmonë bukur. Çfarë është moda, apo ky është elementi jot i si? Unë nuk e mendoj modë, them drejtën, pavarësisht se unë nuk e mendoj modë këtë gjuhën, dhe nuk them se politikanët duhet jenë modele në rast në grave. Por t'jenë binar, po. Thënë që ti dish në një moment, edhe besoj që është më shumë ndërgjegjshme, e përsëris e kam thënë gjithmonë, edhe e përsëris me shumë dashuri, që gjyshet nuk e kishin gabim kur thoshin më mirë dish se sa të kesh. Po, e vërtet. Dhe njeriu mund të kombinohet shumë kollaj, sidomos sot, domethënë mendo kur nuk kishim fare këto mundësi dhe çfarë përpjekjesh bënim për gjetur diçka që të ishte e denjë qoftë edhe për në ekran.
por sot ke mundësi, mjafton të dish se çfarë duhet kesh ti vetë dhe se çfarë kërkon që të rrezatosh nëpërmjet veshjes. Më thënë, unë nuk jam as tek ata të cilët mendojnë që duhet bësh shpenzimet për të qenë dhe për të dukur bukur, fare. Aty ka një fustan të Zarës, për shembull, këto treqereku janë gjëra të cilat me shumë stili ka bërë tefta. Do të thënë janë gjëra të cilat nuk ka nevojë që ti të kesh patjetër një buxhet të jashtëzakonshëm që të dukesh mirë. Por në bazë situatës, në bazë të momentit edhe të vendit, duhet dish se çfarë kërkon të përfaqësosh edhe të prezantosh. Po në fakt moda është edhe vajza jote shumë moderne. Unë e shoh vajzën tënde në Instagram bashkë me ty. Tashmë s'është as Instagram, por kjo është foto e vjetër, por është tu si dy motra. Kida është dhe shumë klasike, është edhe më thjesht, nuk ka qef asnjë gjë nga këto teprirat. Në natyrë është si ty? Është si unë, ka shumë nga iati, janë të dy peshore, kështu që kanë atë pjesën e... Ti qa esh? Këto apo atë, unë jam dem. Dem me dashnë, i kanë gjitha. Nëse do t'i besoni horoskopit, do me thënë, edhe gafore pak më, nëse do t'i besoni horoskopit, unë jam... Prandaj jem e re me luftit. Jam gjithë kohën kështu, por... Ajo të ngjan ty, por përsëri është... Jo, këta ngjan nga të dy. Në fakt, ka ngjyra nga babi, ka formë nga unë, ka temperament si unë, do më thënë. Por është më e re, kështu që ka kohë jetë edhe më elaboruar në gjitha reagimet më shumë se sa brezi ynë. E qartë. Edhe janë rritur me tjetër liri për të vërtetën. Në fakt, jo si ne. E kërkova një video, në fakt, që kur e kam parë, e kam bërë like dhe e kam bërë dhe unë, dikur ke pas një video me djali ku thua vallëzimi i jetës, ke kërcyer me të. Edhe unë kam kërcyer me djalin tim, ndoshta në një story. Po, kemi kërcyer në mes të Italisë. Po, në mes të Italisë. E kërkova atë video, nuk e di dhe më frymëzoi. Edhe unë me djalin fare, domethënë, po s'ka rëndësi se po çrëndsi ka. Në përgjithësi, domethënë, ka një vallëzim çdo grua. Po. Jo, unë mendoj që çdo nën vallëzimin më të bukur e ka me djalin e saj. E vërtet është. Jo, ne kërcejmë nga njëra në shtëpi tani kur dëgjojmë një gjë që fillojmë. Ose më saktë, unë dua që mundohem që t'i japin çik ta orientoj që të kërcej pak tamam, domethënë. E kuptoj. Por janë këto lëvizjet bazike të çunave që asasja duam fare. Edhe që të shkelin këmbën, sepse e di këtë, por që ai ka qenë një moment shumë i bukur, më ka pëlqyer. Janë në fund të ditës çfarë do të bësh, dhe sidomos kur rritesh pak më shumë, se kur je i ri fëmijët rriten bashkë me ty dhe nuk e kupton shumë. Por kur rritesh pak më shumë e kupton pastaj që synimi dhe prioriteti yt kryesor është të kalosh fazat e jetës duke qenë sa më shumë në krah të fëmijëve, por të duke mbështetur fëmijët, të cilët fatkeqësisht nuk e kanë kaq të lehtë tani kohën në cilën jetojnë. Dje atë gjë po diskutonin me Keidën dhe këtë po më thoshte, po gjitha nena që luanta edhe pandemia brezit timta, edhe luftrat brezit timta, që gjitha ne do t'i kemi tani. Që nuk është se kanë aq të lehtë. Sidomos dhe zgjedhjet për jetën vinë e bëhen më të vështira. Edhe ne kemi të njëjtin merak, ndoshta si prindrit tanë, për ne, por ne atëherë si kuptonim. Tani pse nuk je besimtare devotshme ti për mamin tënd? Jo, thash për mamin sepse mami im është besimtare. Ti ke një besim. Që në intervistat e para të tua, ti me besimin... Por në pjesën e... Megjithatë, se për te shakas. Ti beson në Zotin. Absolutisht, po, për te shakas. Dhe këto janë diskutime për shumë, me cilat mund të mos bjerë dakord mami im, ose mund të mos bjerë dakord tjerë, por që unë edhe motrat i themi kemi shumë hapur. Unë besoj që njeriu ka një marrëdhënie, ose marrëdhënia më pahile është marrëdhënia që ti ke me momentin tënd kur je vetëm. Me veten dhe sigurisht me Zotin. Pra kujt ti i drejtohesh, si gjithë nga ne, ka njerëz dhe vende dhe rryma të cilat e quajnë energji, e tjera me radhë, manifestim dëgjojmë sot shumë i shef në Instagram. Unë them që është marrëdhënia me gjithë pushtetshmin edhe me krijuesin. Dhe ai nuk mund të jetë moment hile dhe moment ku ti larg qoftë mendosh që mund t'ja hedhësh ose që ti fshihesh vetë. Kështu që besoj që në momentin që njeriu ka një raport të sinqertë, të cilin rrallëse e kemi në marrëdhënie me njëri tjetrin gjatë gjithë 24 orëshit, secili nga ne merr forma në bazë të personit dhe rolit që ka në jetë, ai është momenti kur ti e di se çfarë kërkon dhe kur je tërësisht i zhveshur, domethënë nga fryrja, nga paragjykimi, nga
tendenca për të shfaqur tjetrit më i mendshëm, më i mirë, më i ditur, më i pushtetshëm e tjera me radhë. Dhe nëse kjo marrëdhënie ekziston, pra nëse ky raport ekziston, kur ti e kupton që një pjesë e gjërave ose çdo gjë është destin, por destinin ti dhe e punon pak, e ndihmon, besoj që është e mjaftueshme për të të mbajtur në shina dhe për të thënë që po, unë besoj që ka një Zot, që ka një forcë madhore, për cilin të gjithë lutemi që të na ndihmojë dhe nuk është kot që ne i njohim vetes limite, sepse dim që kaq kemi në dorë të bëjmë. E qartë. Të tjerat janë ato të cilat nuk i shohim, nuk i dim dhe çfarë na presin. Pastaj, nëse ti respekton tjetrin, nëse ti je gati të ndihmosh një njeri kur ka nevojë, nëse ti ke dëshirë që të mos e bësh tjetrin të ndjehet keq, të mos e ekzekutosh me fjalë, sepse ti nuk e di kurrë se çfarë lufte dhe çfarë betejë ka tjetri me veten, dhe në momentin kur ti mendon që po i thua dhe po e nxirr jashtë ringut sepse gjete një fjalë apo gjete një batutë. Kur ti ke një dëshirë dhe ke një lloj ndjesie empatie, je pak i përunjur para gjërave madhore, ke kupton që ata që kanë më shumë nevojë për ndihmë janë fëmijët, nuk tallesh me fatkeqësinë e tjetrit. Gjitha këto ja afrojnë njeriu me Zotin dhe e bëjnë njeri më të mirë. Dhe në momentin që je njeri më i mirë, them që kjo shihet dhe shënohet diku, edhe në mos qoftë me libër në imazhin. Pra, është qenia jote që e përcakton, besoj, raportin me Zotin. Pastaj, në rast se ti do të bësh, sikur se mund të quhet në gjuhën e besimtarëve musliman, haram liçe gjithë ditën, mos i thuaj vetes kot që je besimtar i mirë. Pra në këtë shpjegim ose në këtë kontekst, po jam i besimtare shumë mirë. Nuk dua të shoh njëri keq, nuk dua t'i bëj njeriu keq, nuk dua të lëndoj njëri, mund të lëndoj pa dashje shumë gjithë ditën. Mund të lëndoj nganjëherë edhe me pjesën ashpërsi sepse dua të kem drejt kur mendoj që kam drejt, por jo gjithkush i pëlqen që t'ja vësh në dukje kur nuk ka drejt. Por kjo pastaj tash është çështje temperamenti, por në linjat madhore besoj që e kam shumë të mirë marrëdhënie me Zotin. E qartë. Nëse do takojem Ailindën 20 vjeç sot, çfarë do t'i thoja? Që nuk e di nëse do t'i thosha të bënte ndonjë gjë ndryshe nga ato që ka bërë. Nuk besoj se do të kisha patur një trajektore ndryshe. Nuk besoj se do të kisha thënë dëgjoj se për të ruajtur një pozicion apo për t'i bërë qefin dhe për të menduar për veten në mënyrë të sigurt, duhet kishe në një moment duhet kishe bërë këtë apo atë. Nuk mendoj se duhet kisha dashur më pak, por mbase këtë nuk të vinë, është e kotë, sepse kjo është shumë hipotetike, ti nuk e bën dot këtë bisedë më me një vete shumë të re. Dhe unë shumë gjëra nuk i kam ndryshuar, dhe nuk di sot përveç se mund t'i kisha dhënë vetes në një këshill më shumë për mënyrën se si mund perceptonte, po them, pozicionin e vetë në jetë ose për të ruajtur veten pak më shumë nga lëndimet cilat nuk i meriton. Por thash, është kaq hipotetike kjo marrëdhënie sa unë sot nuk besoj se ta kisha bërë ndryshe jetën time. Unë nuk nisa dhe nuk kam qenë një tip i urtë as në shkollë. Nuk kam qenë një njeri që të rria e qetë në fund të bankës. Nuk kam qenë me një grup shumë të mirë shoqëror. Kam qenë sekretare e rinjen atko sepse nuk isha asnjë lidhje me partinë, por sepse isha një njeri që kisha qenë leadershipin dhe kështu që nuk besoj se do të kisha bërë gjëra që të më largonin nga Majlinda që jam sot. Megjithatë, shumë gjëra mbase edhe ato që kemi bërë me mosh, po në i budallik të madh s'kam bërë me të drejtën, as 20 vjeç, kështu që kam qenë. Sigur kishim bërë dhe ca budalliqe më shumë. Nuk kam bërë as 20 vjeç, domethënë, duket sikur kam jetuar gjithmonë kështu. Maja, po të takoje veten 80 vjeç sot, çfarë do t'i thoja? Po të takoja veten 80 vjeç sot do t'i thosha në rast se do t'isha mirë me shëndet dhe në rast se do t'jem. As sa mirë që ke shkuar në palestër që arrin të hecësh pa shkop. Një nga arsyet për cilat shkoj është pikërisht se dua të heci, të jem mundësi, të jem vetë. As sa mirë që e le punën në një kohë, pak të dole në pension ca kohë, se pak në ke mundësi të rrisësh kalamajt e kalamajve dhe të je gjyshe shumë e mirë. Po
Po çfarë tjetër do t'i thosha vetes 80 vjeç? Po mirë, po sa mirë që ke ca foto të bukura se tash. Nuk do të duash të shohësh veten pasqyrë para 80 vjeç. Ja shifi dhe inshallah ke mendje të mirë, mos ta lër mendja. Mos kemi në një nga ato harresat që të kemi mundësi të kujtojmë të paktën gjërat e mira, se po të kishim pasur një kujtesë selektive do të kishte qenë shumë më mirë. Mos kujtonim gjërat e vështira. E fundit, një këshill jete, nëse do të takoje një njeri, nuk e di, zakonisht këto takimet interesante i imagjinojmë në aeroport o në vende që s'do ta takojmë atë njeriu kur. Mund ta takosh në një kafe aeroporti, shkëmben 5 minuta dhe njëri kap një avion, tjetri një avion, kjo është jeta. Çfarë këshille jete do t'i jepje dikujt që do të thotë, më thuaj një këshill? Dhe para zhvetja. Respekti, nuk flas për çrregullime personaliteti narcizi, që e shef veten në çdo tap shisheje, në çdo godë, në çdo pellg. Them thjesht për respektin ndaj vetes. Respekti ndaj vetes mund të vi me kosto të pafundme, por në fund të ditës të mban para pasqyrës më mirë se çdo gjë tjetër. Ishte shumë kënaqësi të bisedoj me ty, shumë faleminderit Melinda Qerni. Faleminderit edhe për ftesën, jam në fund e realizuam, megjithëse kemi kohë që nga luhatjet e televizjet e mira kemi shtyr. Po ti je në punë, ti je në avion, je në Evropë, kudo, në për botë, kështu që ishte... Edhe bëm një bisedë duke kujtuar atëherë kur të paktën njiheshim kur s'na njihte njëri. E vërtet, unë falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty. Dhe për mua je mbyllja e këtij sezoni. O, sa mirë, pushimet mbara atëherë. Ka qenë një sezon shumë i suksesshëm dhe ka mbyllur në mënyrë shumë të suksesshme. Me ty unë falenderoj shumë që ishe. Të uroj pushime të mbara. Edhe suksesen sezonin tjetër. Faleminderit edhe do shihemi në shtator se ti do kesh të reja, kështu që do flasim përsëri. Do kemi të reja. Faleminderit. Maja, ndërkohë miq, ne do të takohemi në sezonin tjetër. Ju uroj të gjithëve pushime të mbara. Gjatë korriku do të kemi mundësi të shohim intervistat më të mira të intervjus. Bashkë takohemi në shtator me intervjun, por nuk do të ndajemi me lajmet nga e hëna në të premte në orën 19. Mirupafshim.